Qa mërkullim. Jemi kënash. Bro, kultura Laert, mos u ndro, Laert. Me, taksi. Po mos u ndro, mo pse do ndrosh, mbaj ato deri në fund. Më tha Rozana, mo. Jo. Po pse mosh të thot Rozana? Po më bën gjëmër zakonisht. Digjo, e rëndësishme është të them që do knaqeni edhe ju tre të tjerët, njësoj si Laerti sonte, që të bëhuni gati. Dhe që rikujtoj edhe njerë, edhe sepse publiku e di, sepse strishat shkojnë në transmetim, por edhe për ju që jeni aty brenda që televotimi vazhdon të jeti hapur, që votoni për të zgjedhur fituesin e këtij edicioni. Njëri mes Eglit, Gjestit, Laertit dhe Rozanës. Dhe me qëra fjallat e kjo e fundit, Rozana, është koha që të hapësh ti kutin tënde të artë të finales. Qa ka aty? O, një pen. Me kalamar. Kalamar. Qarë mendon se kuptimi mund të ketë? Kur motra ime shkruante në klasë të parë bënte mama, unë ja kam derdhur bojën dhe andeta që mos i tregonte babaje që e bëra unë, e mori mbi vete dhe sigurisht i mori ajo të gjithë të sharat. Atë që ka bërë për erë me mua, edhe kur u rita, gabimet e mia i mbante ajo. E di që të ka marrë shumë malli për andetën. Rozana, në këto momente të kërkoj që të lësh shtëpinë. Mund ta marrësh pendën me vete, Mere kutit. atë penën edhe atë... Si quaj ajo arbër? Kalamar. Mere kalamarin. Se unë jam i 86-ës edhe nuk e kam kapur atë, vlezrit e mi e din se qarë është. Në atë kohë ne filluam të shkruani me rezervat blieshin, kujtoj që ishin këshu seri, edhe kur seheshin, nëse ti hargjoje rezervën kot, fillonte një alamet. Po që natyrisht gjenerata Z dhe Alfa nuk i kupton këto halle që kemi patur ne, janë halle absurde. Halle të çuditshme. Tani halli i madh është, më more telefonin, nuk më le iPadin, pse s'më lë të hap llogarinë Instagram e kështu me radhë. Ja të ke shohim Rozanën që është duke lënë shtëpinë dhe është duke u ngjitur në një Desa Auto, që është kompania lider në tregun e automjeteve nga Kanadaja, nga makinat më luksoze që shoqërojnë VIP-at e Big Brother VIP-Albania deri tek automjetet e përzgjedhura për çdo stil jete, është një emër i cili mbart histori Desa Auto sa herë që doni të dukeni si VIP-a dhe si yje të vërteta. Ndërkohë që Rozana hipën tek Desa Auto dhe niset për një destinacion surprizë që do ta zbulojmë vetëm pas pak, një destinacion tek i cili e presin jo vetëm një surprizë, surprizat në këtë finale në Big Brother janë pak a shumë si qepa, që rohen lëvozhg pas lëvozhge, kështu që mezi presim ta përjetojmë. Unë, ndërsa Rozana niset, ju qoj tek studio 2 e Big Brother, ku sonte këndojnë këngën e tyre që sapo është publikuar dhe është e pesta në The Top List, Tiri dhe Besa me Nina dhe më pas një kolazh i Besës me disa prej hiteve të saj më të bukura. Yje për juve! Thank you.